Sa po shkel në Tropoj, has me vizitorët e parë. Janë një grup ciklistësh nga Britania e Madhe. Hi. Are you from? I'm from the UK. From Oxford. Ben ka in the udhëtuar UK. nga Oxfordi. Oxford, Thot yeah. se ndodhet në Shqipëri prej 3 ditësh. Albania is beautiful and Për Shqipërinë ka përshtypjet më të mira me pejsazhet e bukura, por veçon njerëzit dhe komunikimin me ta. Ben thot se janë shumë miqësor. Të pyesin në çdo ndalesë për ndonjë problem apo shqetësim, të ofrojnë ndihmë dhe mbi të gjitha buzëqeshje ngërtësi. Pasi ndahemi nga Beni dhe sapo hym në luginën e Valbonës, hasim me grupet e para turistike në rrugë. Janë nga Izraeli. Bashkëshortet të Shoshana dhe Izrael vinë për herë të parë në Shqipëri. My name is Boris. I am from Israel. I enjoy too. Unë quhem Boris dhe jam nga Izraeli. Këtë vit po marr pjesë në këtë udhtim. Më ka bërë shumë përshtypje Shqipëria, veçanërisht natyra e saj, misia e njerëzve dhe mikpritja që kemi gjetur kudo. Now we will sleep in Valboni. Jemi një grup i madh turistësh nga Izraeli. Erdhëm në Shqipëri për një javë dhe gjatë qëndrimit tonë kemi vizituar disa vende të ndryshme. Sonde do të flem në Valbon. Kemi parë shumë vende të bukura dhe kemi shijuar gjithçka që ky vend ka për të ofruar. Pasi shijojnë bukurinë e lumit dhe kaltërsinë e tij për kristali, nisën drejt qendrës së parkut të Valbonës e të entuziasmuar nga kjo përballje me bukurinë e Alpeve, ja marrin edhe një këngë në kor në gjuhën hebraishte.